Nëse nuk fleni dot natën, receta si të shpëtoni nga pagjumësia. Ka disa ushqime të cilat nxisin gjumin dhe mund t'ju ndihmojnë në të bini më lehtë në gjumë dhe të flini më qetë gjatë natës, pa ju ndërprerë gjumi. Ushqimet para gjumit nuk duhet të jenë të pashëndetshme. Pas një dite të gjatë dhe të lodhshme, ju shtriheni në shtratin tuaj dhe mendoni se duhet patjetër të bëni një gjumë të mirë. Megjithatë, gjumi thjesht nuk vjen. Në vend të kësaj u ktheheni nga njëra anë e krevatit në tjetrën. Vazhdoni të shikoni orën dhe kuptoni se kjo situatë ndoshta nuk do të ndryshojë për orë të tëra. Por çfarë duhet të bëni që të mund të mbështeteni te një gjumë cilësore dhe të mos mbeteni pa gjumë gjatë natës? Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmoni shumë. Për fat të mirë, përgjigjja është shumë e thjeshtë. Duhet vetëm të konsumoni ushqimet e duhura përpara se të flini. Në këtë video, sipas Healthline, do të rëndisim ushqimet më të mira të cilat duhet i shtoni në menun tuaj, sidomos të darkës, për të patur një gjumë cilësore dhe gjithashtu për të trajtuar problemet e pagjumësisë. Shtoni në dietën tuaj qershit. Konsumi i një gote me lëng qershie ose disa kokra qershi të vogla sigurisht do ju ndihmojnë në këtë aspekt. Qershit janë një nga burimet më të mira të melatoninës që na ofron vetë natyra. Melatonina njihet si një hormon i gjumit. Ajo lind nga shëndrimi i serotoninës. Melatonina zakonisht çlirohet në mbrëmje dhe ju bën të ndjeheni të lodhur dhe gati për gjumë, kështu që ju mund të flini më mirë pa asnjë ilaç ose tabletë tjetër artificiale. Këtë e tregojnë edhe disa studime të cilat subjektet e testimit pinë një gotë me lëng qershie para se të flinin. Ata i zuri gjumin mesatarisht 17 minuta më herët. Gjëja më mirë është se efektet anësore të pilulave të gjumit nuk do të merren parasysh këtu sepse është një produkt krejtësisht natyral dhe i shëndetshëm, citon Healthline. Përfshini në dietën tuaj qershit. Qershit janë gjithashtu një zgjedhje shumë e mirë. Ato janë të pasura edhe me element ushqyes, por në dietën tuaj nuk duhet të mungojnë as qiqrat, pasi janë të pasura me shumë vitamina, kryesisht edhe me vitaminën B6. Kjo kërkon nga trupi juaj në mënyrë që të jetë në gjendje të prodhojë edhe melatoninën. Qiqrave nuk ju mungon as kalciumi dhe gjithashtu as magnezi. Ky kombinim i bën ato të përsosura edhe për mbrëmjen, gjithashtu edhe për një gjumë më të mirë. Shtoni në dietën tuaj edhe drithrat. Nëse mungon vetëm magnezi, një bukë thjesht integrale mund të ndihmojë në vend të një tablete. Dihet se ushqimet me drithra integrale që nxisin gjumin ju ofrojnë gjithashtu më shumë magnez. Studimet madje tregojnë efektet e magnezit në nxitjen e gjumit. Produktet me drithra integrale janë një recetë vërtet mrekulluese, veçanërisht kur bëhet fjala për stresin, pasi magnezi redukton çlirimin e hormoneve të stresit. Si alternativë ndaj bukës, mund të përdorni për shembull edhe bollgurin. Produktet e qumshtit janë një produkt fantastik për t'u përfshirë në dietën tuaj. Ushqimet, të cilat e nxisin gjumin, mund t'ju vinë edhe në një produkt të vetëm, siç janë produktet e qumshtit. Nëse nuk jeni vegan, bulmeti mund të bëhet miku juaj më i mirë. Ato përmbajnë gjithashtu nivele të mira të tripofanit, i cili është një aminoacid i rëndësishëm për trupin dhe shëndetin. Ato bëjnë të mundur që trupi të prodhojë gjithashtu edhe serotonin. Serotonina është një hormon i lumturisë që ju bën të lumtur dhe pengon edhe mendimet e bezdisshme që ju vinë gjithmonë në mbrëmje. Serotonina gjithashtu është shumë e nevojshme për prodhimin e melatoninës, citon Healthline. Frutat e thata gjithashtu mund të jenë aleati juaj më i mirë për cilësinë e gjumit. Opsioni vegan i produkteve të qumshtit janë frutat e thata. Frutat e thata përmbajnë gjithashtu aminoacide esenciale tripofan. Nëse dëshironi të përfitoni dy fish, atëherë kombinojeni ato të dyja. Për shembull, mund të përzierni frutat e thata me kosin tuaj, përveç efekteve që nxisin gjumin, keni edhe një ushqim të shijshëm në mbrëmje. Kushdo që ende beson se yndyra është gjithmonë e keqe për trupin, nuk është marrë si duhet me ushqyerjen, sepse yndyrat e shëndetshme, siç janë ato të frutat e thata, perimet dhe frutat, nuk janë as pak të dëmshme për pjesën më të rëndësishme të një diete të ekuilibruar. Avokado. Në listën e ushqimeve që nxisin gjumin nuk ishte e plot pa avokado. Këto ushqime përmbajnë shumë magnez, i cili e siguron që muskujt relaksohen. Ju mund të dalloni mungesën e magnezit nga fakti se muskujt e nervat tuaja provokohen shumë lehtë.
Kjo krijon shqetësime të brendshme dhe bën më të vështirë që ju të bini në gjumë. Përveç kësaj, magnezi mund të bëjë edhe për shpejtimin dhe rigjenerimin e muskujve dhe në këtë mënyrë mund të shkurtojë dhimbjet e muskujve. Çaji gjithashtu mund të jetë një produkt shumë i mirë për të nxitur gjumin cilësor. Çaji i mirë është një qetësues i vjetër. Mënyra më e mirë për të bërë këtë është të zgjidhni llojin e qetësuesit, si kamomili ose livando. Ndryshe nga çajrat e frutave, këto ende përmbajnë disa përbërës aktiv që qetësojnë trupin tuaj. Veçanërisht kamomili është i përshtatshëm për shkak të antioksidantëve. Kjo lidhet gjithashtu me receptorë të ndryshëm të trurit, të cilët mund t'ju bëjnë të bini në gjumë më shpejt. Bananet. Tani kemi ardhur në kulmin e listës së ushqimeve të cilat nxisin gjumin, siç janë bananet. Nuk ka asgjë që ky frut nuk mund ta bëjë. Ajo përmban magnez, kalium dhe vitamina A. Këtu gjenden edhe aminoacidi triptofan, i cili njihet si përgjegjës për aftësinë e trurit për të prodhuar melatonin. Në kombinim me magnezin dhe kaliumin, temperatura e trupit ulet dhe ekuilibri hormonal rregullohet. Nuk është të çudi që e keni më të lehtë të relaksoheni pasi keni ngrënë një banane. Përveç kësaj, presioni i gjakut ulet dhe siguron edhe një tretje më të mirë. Në këtë mënyrë, trupi juaj mund të përqendrohet në mënyrë të përsosur dhe nuk pengohet të bjerë në gjumë ose të dalë gjumi gjatë natës nga faktorët e tjerë. Erëzat e caktuara të shtuara në dietën tuaj gjithashtu mund të jenë aleate të mira për cilësinë e gjumit. Ju gjithashtu mund të bëni vetë ushqime që nxisin gjumin. Thjesht duhet të përdorni erëza. Erëzat gjithashtu mund të ndihmojnë për të patur një gjumë të qetë. Erëzat e përshtatshme për të përfshirë në dietën tuaj janë kardamomi, i cili mbështet tretjen. Karafili ka të njëjtin efekt. Ka në gjithashtu edhe varietete të tjera të erëzave, të cilat mund të sjellin cilësinë tuaj më të mirë të gjumit. Siç u përmend në fillim të studimit, ka edhe ushqime që duhet i shmangni përpara se të flini. Edhe pse produktet e qumshtit janë të mira për të fjetur, duhet të shmangen djathtrat e pjekur, siç mund të jenë edhe ajo Gouda, mozzarella dhe parmigian. Mëlçia, peshku i konservuar, sallami, turshit, ullinë, çokolata dhe pjesët të tjera të ushqimeve me kripra të tepërta nuk duhet të konsumohen përpara gjumit, pasi mund të nxisin edhe probleme me tretjen që ju shkaktojnë probleme me gjumin. Qumshti i ngrohtë mund të jetë një alternativë shumë e mirë për të shtuar në dietën tuaj. Qumshti i ngrohtë është një nga opsionet më të mira për të nxitur një gjumë të thellë dhe komod. Ai përmban triptofan, i cili rrit serotoninën në tru, një substancë që na jep edhe ndjenjën e lumturisë dhe të mirëqenies. Hormoni melatonin prodhohet më shumë në këto kushte dhe kjo është thelbësore, pasi mund të nxjisë edhe gjumin edhe të ata që vuajnë kryesisht nga pagjumësia kronike. Çaji mentes. Çaji mentes lehtëson dhimbjet e stomakut për shkak të vetive të tij antiinflamatore. Menteja gjithashtu është e mirë në zvogëlimin e intensitetit të tyre, duke lejuar trupit të pushojë si duhet. Nëse jeni duke u përgatitur për një provim ose për një prezantim të rëndësishëm, ky çaj është një mundësi e shkëlqyer për të shtuar në dietën tuaj, që do ju ndihmojë gjithashtu edhe në lehtësimin e problemeve që lidhen me pagjumësinë. Qumshti i arrës së kokosit gjithashtu mund të jetë një alternativë shumë e rëndësishme për të shtuar për një gjumë cilësor. Qumshti i arrës së kokosit përmban magnez, kalium, dy minerale të cilat janë të afta të relaksojnë muskujt dhe të sigurojnë gjithashtu një gjumë më të mirë. Përveç kësaj, ato zvogëlojnë presionin e gjakut dhe entjen e veshka. Falsasive më të mëdha të elektroliteve natyrore ndihmojnë trupin të ekuilibrohet dhe të relaksohet më mirë. Bananet. Bananet përmbajnë gjithashtu triptofan, përveç dy mineraleve kryesore për relaksimin e muskujve, kalium dhe magnez. Fruti ka efekte qetësuese në funksionet e mënyrës integrale dhe zvogëlon stresin fizik. Gjithashtu, sasia e saj e fibrave dhe karbohidrateve mbush stomakun dhe çon në një ndjenjë të ngopjes, gjë që rrit dëshirën për të fjetur më mirë. Çaji i jeshil. I pasur me antioksidant, çaji i jeshil është një mundësi shumë e mirë. Sidoqoftë kur bëhet fjala për gjumin, ai me kafeinë është alternativa më e mirë. Ky çaj ju relakson dhe largon stresin, duke ju ndihmuar që të flini më qetë dhe më mirë gjatë natës. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme.
masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.